jeta është... Prandaj hodhë shalqit këta gjithë mes rrugës. Se kishe fillu biznesin me këto. Fillu kripta, ja. Tani që... Po këto me SMS-t që vinë këto, hajde se të ka arë filan pako, hajde ose ki kujdes këtë, shiko këto foto ka arë një gjob. Mua më befasën shqiptarë të ka arë gjob, thot, ore, ti s'ke makinë, kur të edhi gjoba, pëse e kikon? Ti s'ke makinë, ti s'ke porosit gjë online, qa pako të edhi, pëse e kikon? Do të thëmë thua këtë, se një populli trash nuk kemi, o Tomi. Ore, shiko tani, shiko, se e kikon thua, se edhe nga në juaj nuk është një sekund. I erdi gruas, mesazh, më thamë ka ardhë një pako, edhe ne në fakt pristim një pako. Tani, duke kaluar rrugës, i flas gjithmonë një miku tim që është e posta, me shumë dashuri. Kur kaloj aty i them vllai, i them unë, se i dua që gjë. I them unë, më ka ardhur një mesazh. Mos e hap mesazhin, se është ta futën ti morën gjitha. Një të rënë telefonit të gruas unë alarm, i thash mos i bjerë. Pastaj e vura direkt në Facebook, që thash mos i hapni këto. Po unë nuk e kuptoj, shteti ku është në këtë kohë? Domethënë, ndërkohë që këto çojmë në mesazh. Ore, po shteti duhet i di këto para se ti bëjnë ta. Ka ardhur një mesazh i tillë, realisht ishte duke të shumë e vështirë. Po pra, unë hap, po jo më vi me numër telefoni ai, ai është me numër telefoni gjë. Ore, po numrat votojnë në Telefonin shek dhe më burr. Gjithkohë. Po ti sheku të vjet telefonin valla. Ka të vjetin. Na grin valla. Ore, po gjuna, e disa njerëz ankojnë nuk kanë vjedhur Facebooku, nuk kanë vjedhur Instagrami, nuk kanë vjedhur... Ore, qas vjedhin këtu? Janë çmendur të gjithë, të vjedhin e TikToku. Sepse edhe mua më kanë ardhur shumë linqe për Facebookun dhe për Instagramin që dërgo kodi, ku di kliko këtu për kodin për ta ndru. Tani më fal. Se ky është problemi kur ka gjithë kushte. E tha Faiku në emisionin po se gjë Faiku këta. E tha Faiku tha, ju që bëni dashurinë në Facebook tha keni kujdes ta, se këto femrat nuk janë femra, janë burra more. Mos komunikojnë se do t'i marri lekët. Se kanë vëmendjen vetëm të shajnë për komente dhe nuk hapin të shohin videot e dhura. Të mizonjë, që shqetësohesh shumë se çfarë them të fillim të shajnë, pastaj të dëgjojnë. Më mirë shikoj një herë çfarë është kjo puna linqeve, puna e vjezë. Se do të merret çka kam thënë unë, pra më ndjek mu deri në fund, më ndjek në të gjitha televizionet, po për të thënë në fund që ti s'më pëlqen. Po të kishte ndjek ca gjëra më të mençura, nuk do ta kishin ndjet. Tani kjo botë më erion, nuk ka lidhje me Shqipërinë, kështu është në të gjithë botën. Nëse do fokusohesh në gjëra që s'ka të bëjnë me ty, e do ta hash vëlla. S'ke çfarë bësh. Ata drejtë siç e han. Do të bash. Por po gjelet duke ngrënë po shëndoshëm. Jo, mund ta ndërkohë. Do të marrësh sallamirje, elegant. Jo, unë se kam se unë nuk është se ha shumë. Por e një sekund tani, se po e merrni me shumë sportivitet këtë gjë, ndërkohë që jo, nuk më pëlqen fare, ne jemi studio shumë serioze. Pse nuk ka paralajmërime këtu? Për çfarë? Kush paralajmëroi? Ai që dihet paralajmëroi? Jo, ai duhet të paralajmëron asnjëherë, po. Ja Tomi që i di këto gjëra. Tomi, pse nuk di Tomi të bëj masazhe, E ka mini ke masazhi e ka. Alle aq që jam nga qafa masazhi. Nuk është keq nga qafa, e ka profesionale. Kështu që ti mesazhe në Facebook. Ose ku do tjetër që ti sensibilizosh njerëzit. Po, jo, pra është pamja. Po ti shkosh në shtëpi, në shtëpi ka për detyrë me ai nuk paguhet për atë. Jo, të shkoj në shtëpi. Zotria që të lajmëroj njerëzit. Jo, por ai ka ndërgjegje dhe ne ju drejtohemi njerëzve me ndërgjegje. Po një herë ka ndërgjegje Naimi, se ai s'do dali tani të mësoj atë që ti zotri. Unë kam thënë, Teja, unë i kam thënë që duhet t'i qojmë moshën mbi 40 vjeç t'i kthejmë shkolla mbas ditëve dhe të mësojnë që cyber security që mos bashkërojnë. Këtë gjë që the, ne do t'a postojmë në rrjetet tona sociale dhe do shikosh sa njerëz do të shajnë me robë shtëpie. Nuk ka problem. Po të gjithë ta që të shajnë ty janë ta që kanë lënë lekët në firma. Xuzi, Xozi, Togo, Tuegu, Vuegu, Xuegu, Buegu. Dhe këto janë ato që dimne. Po vitin tjetër kush e di çfarë do dali. Apo jo vitin tjetër. Ato që janë mbi 40 kanë hëngur herë 97-ën me piramidat. Nuk e hanë. Po, unë nuk humbash shumë. Jo, ke gabim. Njerëzit të cilët po tentojnë të fitojnë më shumë është më gjërë, du ta bëjmë më gjërë. Për shembull, shiko vajzat e reja, të gjithë kanë mbredh mas makinave të shtrenjta. Shiko djemt e ri, gjithë kanë mbredh mas hashashit, mas heroin, kokainë. Ky është mashtrimi i madh. Po pra. I jetës, po jo. Shikon futet një piramid online, gjithë mbredhin mbas asaj sepse mos fitojmë në lek. Shiko. Duhet me qenë pak më të ndërgjegjshëm që nuk fitohet legu në këtë lloj forma. Po pse gjithë mashtruesit këtu kanë gjetur atë dhe o Faik? Po jo vetëm mashtruesit, po ato që mashtrohen. Se tishin vetëm ato që mashtrohen. Po njeriu i shkret është i thjeshtë por njeriu i shkret ka lapsin dhe kazmën. Çaj ke po Izmetin, aty merret legu. Po i ke po Izmet kazmës, merr kazmën boj lek. Po i ke po lapsin, merr lapsin atje.
Ke shalqi, shi shalqi, fiton lek. Ke lapsin shkuj. Ata them një fjali, për këtë shalqirin. Ka dhe shalqi të verdh në Shqipëri, shalqi të verdh, që nuk besoj të ketë asnjë vend të botës. Mirë një shalqi të verdh, vëlla, çmerruni me këto kripto me leshra. Kishte edhe shek të zeza. Edhe shek të zeza. Shek, po ato, po çfarë vlere kanë ato? Jashtëzakonshme. Kështu që në vend të punojnë është problemi i dyfisht. Është problemi që mashtruesit kanë zënë vend, po edhe jo, unë mendoj se është çështje sistemi. Është çështje sistemi dhe ka frikë me raj ngrep në Shqipëri se bin gjithë ngrep. Është çështje sistemi dhe është çështje që ne jemi pjesë e këtij sistemi dhe në këtë sistem dikur kemi pas firmat piramidale, tani kemi një gap tjetër që kemi këtë, nesër do dalë një sistem tjetër edhe më i avancuar, sepse sigurisht që koha evolon, infrastruktura evolon, kushtet ata mashtruesit bëhen edhe më të sofistikuar. Artificiale shkruan më mirë Patjetër, pa diskutim. Kështu që unë mendoj se është çështje sistemi dhe sistemi do qarkullojë. Qarkullon një video, edhe më del zakonisht në Instagram shpesh, fut lek thot me pula, luj me pulën, thot fut lek se po fute lekët, thot shive si e bëjmë pulën edhe shi sa lek marrë tash. Po edhe këtë duhet ta hamle tash, me pulën do fitojmë lek. Kjo ishte propozimi i Elon Musk, ajo ishte për gënjeshtrim, patjetër që është mashtrim, sepse ne krijon fytyrën e Elon Musk. Sa është ky dëmi shkaktuar, se ne po flasim për vjedhje, po dëmi që shkaktohet. Kazinot online në Shqipëri janë ndër websajtet më të vizituara, edhe pse janë ilegale tani. Po shkonin në Google Trends, 5 websajtet më të vizituara, kazinot online. Imagjino kur këto të legalizohen, që pritet legalizohen. Se dhe kur ishin kazinot e legalizume, çdo pallat ishte një kazino. Dëmi që është shkaktuar, se flasim për vjedhje dhe janë 10 veta dhe duhet jenë mbi 20 milion euro. 20 milion euro. Mbi 20 milion. Jo, mund tjetë edhe më shumë. Mund tjetë edhe më shumë, sepse... Në sa vite bëhet fjalë tonë? Në një vit. Një vit, kjo është e shpejt. Jo, po llogarisim 2 vjeçar, sepse në 1 vjeçarin e parë informacioni është edhe më i ngushtë dhe më i limituar. Dhe pastaj vitin e dytë, tani nëse më përpara ne na mashtronin vetëm njerëzit e vendit, tani mund na mashtrojë dikush nga Kosova, nga Maqedonia, më mirë, dakor, sepse ti flet shumë për mashtrimin. Po siç ka kompani sigurimi që siguron jetën e individit, ne jemi treguar shumë të zhvilluar për sa i takon. Për këto monellat, me qënë se është vjedhja ka që madhe, a ka në ju metodë sigurimi? Si mund të sigurohen? Edhe kompania sigurimin, qofse ti e i të shpen, ke bo 3 aksidente me makinë, nuk ta siguro makinë. Dhe se ke fajnë ti, fund të ditës. Mirë, duhet ketë zgjidhje dhe elemente sigurime, me dojse. Qofse ti, sepse shumica e këtyre pagesave ishin bërë edhe nga bankat, njerëz kishin shkuar, kishin e lekën në bank, i kishin kaluar në kriptomonedë. Kuptojnë do të marri fet tani? Jo, sepse bankat nuk kanë qëllim të kuptojnë se ku e ke qëllimin në shpenzimit të parave ti. Bandat si bandat të kërkojnë në rrype në deg, ku i ke gjetur lekët, si i ke gjetur lekët, kush burimi të ardhurave. Ti tërheq lekët, banka nuk kërkon llogarisë se do ti shpenzosh ti lekët. Ato limit që banka po, edhe në rastet kur i kanë ngarkuar. Jo, pyeta ashtu, jo, nëse tani